Një tjetër investim në infrastrukturë po zbatohet në Mokrën e Poshtme. Së fundmi është duke u asfaltuar rruga kryesore që lidh Kriçkovën me aksin nacional Qukës-Qafpllocë rreth 1.2 kilometër e gjatë. Një rrugë jetike për banorët, të cilët thonë se tashmë me këtë investim do ta kenë më të lehtë lëvizjen, por edhe nxjerrje në treg të prodhimeve të tyre. Kriçkova kishte shumë nevojë për ndërtimin e kësaj rruge prej shumë vitesh. Ju falemnderit kryetarit të bashkisë, kryetarit të njësisë që kemi neve, që na kanë mbështetur me kërkesat tona. Këtu në Kriçkovë kanë qenë rreth 120 familje para prishjes së sistemit, ndërsa me prishjen e sistemit, me lëvizjen që ka filluar largimet, kanë mbetur 50 shtëpi. Sepse do shiten prodhimet, sepse ky vend ku jemi neve këtu prodhon nga të gjitha kulturat, si bujqësore, frutikulturë, edhe shumë është mbjellë këtu, edhe frutikulturë është mbjellë shumë. Do të ndihmoj, do nxjerrin në treg, se s'bën, se sikur është rruga me asfalt, dhe kur është rruga e pashtruar nuk është një lloj. Asfaltimi i rrugës së Kriçkovës vjen pas një tjetër projekti asfaltimi në aksin Proptish-Labinj dhe projektit zgjerues e rehabilitues të aksit Labinj-Bishnicë, të dyja këto rrugë që e bëjnë lidhjen e fshatrave me aksin nacional më të lehtë, duke zgjidhur një hall të kahershëm të banorëve të Mokrës së Poshtme.